YouTube-i, mirë se erdhët në vlogun e udhëtimit në Albero Bello. Unë tani se erdha në shtëpi, se në fakt nuk isha ke shtëpia ime, po se kam gjithë ditën që merrem jo me flokët, shife si jam katandis, kam lidhe ballin përveç flokëve, domethënë i lyu Kiara. Nuk e di se pse ka shku kaq shumë këtë herë, po do mundohem ta fshi. Isha dhe te mami dhe tani sa herë te shtëpia ime që të bëj gati valixhet, çantat, se nuk është se kam valizhe për të marrë. Sepse unë jam ai lloj njeriu që gjithmonë çdo lloj udhtimi, çdo lloj rruge që bëj, bëhem gati vet dhe çantat i bëj gjithmonë gati ditën e fundit, ose atë ditë që do nisem, si sot për shembull. Sot në orën 8:30 ne nisemi dhe ora është 6 tani dhe unë akoma s'kam bërë gati valixhet. Do t'i bëj gati dhe do t'i tregoj pak a shumë shpejt se çfarë do marr. Po si fillim të kapi çik flokët, se nuk i duroj dot kështu. Nuk bëj dot asnjë punë, asnjë gjë nuk bëj dot rehat me flok të lëshuar nëpër fytyrë. Nuk e di pse e kam këtë gjë. Më zhbo tani që kam filluar më plak, se kur kam qenë e re dhe e vogël, kam pas shumë qefti maja flokët lëshut. Tani jo. Tani që kam shku 29 vjeçe, po shkoj ke treshi, nuk më kam ndryshuar shumë gjona. Si fillim po kaloj tek dhoma e çunit, të bëj gati çantën e çunit dhe t'ja u tregoj dhe ju se ç'a do t'i marr. Çuni do t'i marr këtë çantën e karrocës vet. Është çantë fantastike, man jashtë mase shumë, që këtu brenda kjo ka edhe rrjetën e karrocës dhe do marr edhe gjithë ato gjonat e çunit, plus ka edhe një diçka plus që ka këtë pjesën që ngjitet me karrocën dhe vehet shumë kollaj dhe nuk të lëviz. Domethënë kudo që të shkosh e ke ngjitme me karrocën dhe momentin që e mbush, mahat edhe kështu, është super çantë. Tani, këto janë pak a shumë rrobat që unë kam menduar t'i marr çunit. Kudo që shkoj, marr gjithmonë një veshje plus, sepse nuk i dihet. Di duke qenë se është rrit goxha, mashallah, ka fillu bon qiq shumë. Dhe me vërtet është e vjeç, po unë kam akoma me panolin dhe i bjen që ta mbushi panolinën shumë shpejt, nga që dhe pinë shumë dhe më laget shpesh. Kështu që thash të marr veshje plus sepse nuk i dihet, në rast se laget, kam të paktën rroba për ta ndru. Kam vendosur t'i marr për një veshje, domethënë, kam këto pantallonat, që unë i kam shumë qef për çunin këto me xhepa, dhe do e shoqërojmë, si e thash sikur jam të bëj në një kështu recetë. Do ta kombinojmë me këtë bluzën e Tommy Hilfiger, që ja bleu halla ime nga Amerika, po i kam marrë dhe këtë golfin poshtë, sepse nuk mund t'i vesh direkt bluzë e mangë shkurta, se nuk është se ka vera tamam, dhe i kam marrë një golf të bardhë, thjesht, që ta ketë për poshtë këtyre. Domethënë kjo është veshja e parë që do t'i bëj. Ndërkohë dhe do t'i palos dhe t'i fuste çanta vet. Kam vënë re që këto dhe pantallonash nuk palosen kështu, siç palosen tjerat zakonisht, por palosen kështu. Palosen shumë më kollaj, sepse nuk të prishin punë xhepat. Ndërsa për vete dhe për Lorin, kam menduar mos marr më shumë se 2 veshje, përveç veshjeve që po nisemi dhe do kthehemi, 4 veshje gjithsej domethënë, sepse sa herë që marr shumë, nuk është se i përdor, me thënë drejtën. Ndoshta për veten time mund ta marr një fustan plus për një foto, për një gjë, po jo që të marr një gjë kështu disa dhe ça. Tani, veshja e dytë është kjo, që i bleu motra për Bajram. Ja kam tregu këtë veshjen me këtë bluzën stil polo dhe me xhinset që janë si model tutash. Edhe këto me bluzet bardh poshtë, patjetër, që se unë jam e fiksu me çik. Jo bëhet me djerës, jo nuk du të gjatë kohës që është me djerës të fryet në ftofet, dhe gjithmonë i vesh një bluzë poshtë. Iku dhe veshja dytë. Veshja e tretë janë këto xhinse pantallona, që unë marroj për këtë stilin për çunin, si burri madh.
Këte ja kam kombinu me këte bluzën, që ja solli Tezi Alorit nga Italia, se ka vesh asnjëherë, sepse kjo e verdha me këte si nude të pantallonave shkon shumë, dhe o do t'i vesh poshtë këte bluzën, ose këte, që po prap t'ket një bluzë poshtë. Të më thënë, deri tani ka 3 veshje, kam dhe një veshje rezervë, këtu ja një sekundë ja u tregoj. Këto tutat, që ja bleu Erso kur ishte në Kin, ja dhuroj dhe këto tutat, se janë model kështu i gjerë, oversize, me një kanatiere, dhe këte bluzën me arusha, sepse shkon. Kjo është veshje plus. Ka marrë dhe një palë tuta tjera plus, që t'i ketë, dhe një kanatiere po prap plus. Se kur jemi fëmijë të vogël, duhen gjithmonë këto veshjet plus. Nuk e di sa herë mund ta kem thënë fjalën plus deri tani. Do i numroj. I mora dhe një pako panolina, trudi, që ka, sa cop ka kjo? 14 cop. Dhe nuk do t'i marrë të gjitha, nuk do t'zej shumë vend, sepse këthimin pastaj kemi me avion. Nisjen sot e kemi me tragjet, po këthimin me avion, dhe nuk du të ngarkohem shumë, kështu që do t'a llogaris. Unë çuni një mesatare që e ndroj në ditë është 3 herë, e shumta, që i bjen. Ne do jemi 2 ditë, 3, 6, po i marrë edhe 2 që t'jem rend, 8 sot po i marrë. Dhe 14, se s'ka që më duan kaq shumë. Kush më njeh, e din që unë që nga lindja, dhe përgjithësi, deri tani që është 3 vjeç, panolina trudi përdor. I kam ndru dhe shumë shpesh, nuk është si kam ndru. Për shembull, në verë nuk preferoj t'i përdor trudin, sepse është panolinë shumë e trash dhe jep si bezdi, jep si vap, po gjatë gjithë dimrit, do me thënë, vitin e parë nga lindja, e deri sa ka bë 1 vjeç, se kam da kur trudin. Pastaj fillova duke eksperimentu dhe me tjera, por që për mendimin tim si trudi nuk ka. Prandaj është shumë e trash sepse thith shumë dhe e mban goxha të thatë pjesën e qiqit, se po flas këtu poshtë. Edhe trudit i mora. Tani, kjo këtu është çanta që i marr Odit gjithmonë për udhtime, që i vendos gjëra tjera, letrat e lagura. I ka marrë një kapuç që ta kemi, se nuk i dihet, një lodër që të hutohet, e ka qef këtë lodrën. I ka marrë kremin e fytyrës. Këtë kremin e fytyrës zakonisht e përdor edhe për të byça nëse irritohet shumë. I ka marrë takipirin, larg qoftë në rast të temperature. Ka marrë këtë që është kundra të vjellave për rrugë. Asnjëherë si kam përdor këto, se shqyr zotit Odi nuk e zen asnjëherë as makina, as avioni, as në thënë tragete nuk e di se është parë që po e provojmë, po as një mjet tjetër transporti nuk i ka bo që të zej makina. Ka marrë kjo tash për çama dha. Edhe kjo është për gjithë pjesën e barkut, për dhimbje, për shqetësime, për ngërçe, për kështu barku, që t'i ketë. Dhe Sintredius, këtë Sintrediusin e marr gjithmonë tek çanta, sepse larg qoftë në rast kolle, në rast alergjie, kjo ja hap rrugët e frymarrjes dhe qetëson direkt. Një nap të vogël për fytyrën ose në rast të djersitet, dhe këto kokrat që janë për mos me xanë rruga. Dhe i mora edhe një çokoladë. Këtë çokoladën e blem para pak ditësh tek Extra Market, nuk e di sepse ishte akoma me këto të vitit të ri, po e pash që s'kishte lidhje fare me skadencë, kështu që është në rregull. Dhe thash me që çuni se ka ëngër, po ja marr me vete që tutohet. Shpresoj mos ke marrë gjë për sa i përket gjënave të çunit. I kam marrë dhe një minutë, përveç këpucëve Adidas të bardha që do t'i marr, sepse ato janë të kombinueshme me çdo gjë, do t'i marr edhe këto sandalet që i kombinohen me veshjet që do i marr, dhe 2 palë çorape. Çorapet për i fus këtu. Mendova një herë t'i merrja dhe shampo, t'i merrja dhe krërin, po thash më mirë nuk jam duke e la atje. Do ta laj tani pak para se të nisemi. Nuk jam duke e la sepse larg qoftë po më ftofet kot. Më mirë ta laj tani, nuk e gjen gjotri 2 ditë pa la.
dhe pakën t'jemi më të sigurt. Tani ja kjo çanta, që unë qa nuk i fupa, dhe mbyllet kështu. Mbyllet dhe ka akoma hapësirë këtu për të mbush dhe mbahet kështu. Po, unë do ta vendos tek karroca çunet edhe jam në rregull. Me çunin marrova, tash do bëj gati rrobat e mia dhe të Lorit. Ua, si janë bë këtu, nuk e di a do mhiqet. Unë për vete do marr këtë fustanin, që është fantastik, është shumë i bukur. Nuk e di a do ta vesh, por që do ta marr një herë, sepse ka ngjyrat shumë të bukura dhe besoj se do bëj një kontrast shumë të bukur me pjesën tjetër, në më thënë kur bëj foto, sepse Alberobello ato ngjyra ka të bardhë, gri, kështu. Dhe besoj se do duket shumë bukur. Këtë e kam bler në Amerikë, ku kam qenë herën e fundit. Dhe ka kështu që lidhet kur mes, është shumë i bukur. Do marr këtë. Do marr edhe këtë fustanin që bleva tek Sinsay, ja u kam tregu. E kam vesh dhe tek vlogu i parafundit, tek ditëlindja e një miku ton. Ky më rrinte shumë mirë dhe ishte shumë i lirshëm, komod. Dhe do ta marr edhe këtë me vete, që mos të harroj për çunin, normale që do marr edhe xhup. Kam marr një xhup jelek të madh, që e kam te mami, dhe një xhaketë të zezë që është me push nga brenda. Se më kujtoni se po e marr çunin pa xhup, po harrova t'ja u tregoja. Dhe tani për vete po marr një palstreçe me një kanatiere që ma kishte ble motra, në këtë kanatiere, dhe do vesh dhe këtë këmishën, që është edhe si tip xhakete hall, do ta vesh sipër, që mos të marr vetëm fustanet, kem edhe veshje çik më thjeshta. Dhe për vete do marr vetëm te këmbët, domethënë do marr vetëm aksat, sepse i kam jashtë mase komode. E di që tani erdhi koha që t'i heq, se u ngroh, po i kam shumë komode. Derisa të nxjerr shapkat e verës, unë ato do vesh. Më thoni ç'a doni. Dhe do marr dhe një palë këpuc, që dhe ato mi ka marr motra në Amerikë kur ishte herën e fundit, si kam marr vetë domethënë, se unë në Amerikë për herë të fundit kam qenë para 4-5 vjetësh. Mi ka marr motra, i kam kështu janë ngjyrë nude me gura të vegjël, që shkëlqejnë shumë, dhe ato janë goxha të kombinueshme, kështu që vetëm ato do marr. Kaq vesh 1, 2, 3, do kem edhe veshjen për rrugës, do marr edhe një palë pijame, t'i vendos tu dhe kaq për vete. Normale që dhe të brendshmet, po zë i tregoj këtu. Ja dhe pijamet. Kjo është çanta që unë zakonisht marr me vete në udhëtime. Është goxha komode, është e vogël, po ai gjona sa marr unë rregull është. Mora këtë fondatinën, mora lapsin më të mirë sot për sot, që të nderon, që ka laps për vetulla, për sy, për penel, ka highlighter dhe buskuq. I ka të gjitha në një vend dhe kjo të nderon. Mora 1, 2, 3 lapsa buzësh të ndryshëm. Mora këte nga Kiko dhe këto të dyja. Shkëlqys ngjyrë kaf, buskuq. Kam marrë dhe një shkëlqys me xixa, po e kam tek çanta, sepse gjithmonë e du një me xixa dhe një me ngjyrë. Penelin, furçen, korrektori me kështu në formë pufi, sponxhi, një si tip palete që këtë e përdor dhe për sy dhe për faqe, highlighter, kjo furça për kështu, për pudrën e thatë, dhe një piskatore. Kam marrë dhe këtë sfungjerin që kur futet në ujë bëhet i madh dhe pastrohet fytyra. Kam marrë dhe një parfum të vogël që e kam marrë nga Miracles of Joy. Ti fus prapë te çanta dhe pastaj për te çanta madhe.
Gara Maja, si ju duket bari? Dukur si t'i vjen anash. Për zotin, ja, mu nuk pëlqen, nuk është se ka ne gjokës të qa. Më duket shumë dhe në po sot taki për peshqit për zemë. Mjeti që kemi marrë këtë herë. S'marrim ne dosi Nuk është se kemi marrë borxh, a? Nuk kemi marrë borxh. Kemi dhënë lekë 1000. Është makinë mish, nuk është makinë. Është formati ton ky, është jo e lartë kjo makina, nuk është dosi dos. Tani rrugës për në Bari, nga Bari për në Alberobello, morëm vesh që kishte një vend shumë të bukur për të pa, duket se grote u qunte dhe janë kështu si tip shpellash me stalaktite dhe stalagmite. Na falni për këto flokët. Janë si tip shpellash shumë të bukura dhe tham para se të shkojmë te vendi ku donim ne të shkonim, po ndalojmë çik këtu. Edhe ta shohim te mrekullinë se thonin që ishte shumë bukur. Ja dhe Lali me sasaminën, me jasminën. Edhe Odi këtu. Odi nuk ri me i ven. Hajde mami. Tani po shkojmë te një kështu, jo, ke një si tip zyrë informacioni që të pyesim për biletat, për gjona, çfarë duhet bëjmë. Edhe patjetër që do t'ju tregojmë edhe juve.
Shikoni mi se nuk e pash. Shpejta.